Dhe mosha e dur, 12 apo 14? Ma shumë se do njerë mund të kemi edhe denticion të vanshme. I përëndësishme është eruptimi të gjithë dhëmve, do të eruptimi i dhëmve të përhershëm, si dhe zhvillimi i rënjeve. Mi po ekzistojnë edhe më herët për shkak do një dhëm betet impaktuar në nofull edhe shumë që ai nuk mundet me umuradhit pa një ndërhyrje ortodontike fikse me ngri, kështu që edhe këto varet gjithmonë nga rasti. Është unë po besoj që kretata prind që na kanë dëgjuar e kanë të qartë edhe mesazhin e rëndësisë edhe të trajtimit të hershëm, sepse siç e shpjegove edhe ti, një trajtim i hershëm mund të eliminojë shumë shpesh vendosjen apo bartjen e protezave apo aparateve fikse, por njëkohësisht edhe mund ta lehtësoj procesin e një problematike më madhore që mund të dallohet që është fëmijët hershme. Edhe një farë mënyrë edhe e udhëheqat rritjen dhe zhvillimin e balancimin e të nofullave. Edhe në rastet kur është trashëgimi dhe fëmia i ngjan prindit ta zë me një nofull. Ato raste janë, domethënë, thash analizat veçanta që a mund të që përmende me atë, i thëmë progeni klasë 3, a mund dhe cilë nivel mund të arrijet me ortodonci, apo a duhet vetëm me shku me bashkëpunim ortodonci dhe kirurgji maksilofaciale. Për çdo duhet një diagnozë e saktë për me ardhe të terapia e saktë.